Përshëndetje miq të futbollit kosovar, sot do të analizojmë girun e 30 të Albi Mall Superliga, ku ndeshjet janë të zhvilluar në ditën e premte, të shtunë, të diel dhe të hënën. Për këtë arsye, sot do t'i shfaqim pranë ekraneve televizive, të cilët fillojnë në orën 20, ku kemi pasur në këtë Giro 30, pra të Albi Mall Superliga, si kemi pasur 7 raste. Shkojmë në ndeshjen e parë Malisheva-Llapi. Shkojmë rastin e parë, në minutën 45+, kemi golin e Llapit, në të cilën shënohet goli i parë, mirë po asistentin e fushë ka ngrit flamurin për pozitë jashtë loje, mirë po me teknologjinë e varit ja kemi vijën si na tregon që lojtari me të bardha mes i Malishevës e mban në lojë Veliun, lojtari me numër 70, ja shiqohet si shihet që është lojtari me të bardha, domethënë e mban në lojë, kështu që me asistimin e varit, ky gol është i pranuar si gol i rregullt, sepse lojtari me të bardha në Malishevës e mban në lojë lojtarin me numër 70 pra të Llapit Veliun. Rastin e dytë kemi të minutës 64, është rast interesant nga krysimi, domethënë nga via domethënë nga korneri, topi shihet qartë se del jashtë dhe asistenti ka reaguar e ka ngritur flamurin për jashtë. Këtu nuk kemi ndonjë ndërhyrje apo të paleruar apo faulo të pranohet as pranohet goli, mirë po tërë esenca e këtij aksioni ose rasti që kemi shkoqitur kemi se topi e ka kaluar vijën fundore dhe me të drejtë edhe asistenti ka ngrit flamurin dhe pra kjo gol është anuluar për topin që ka kaluar vijën fundore gjatë krosimit. Shkojmë edhe me rastin e fundit të kësaj ndeshje Malisheva-Llapi, kemi minutën 82, ku gjatë një aksioni domethënë ku ja shiqohet Tahiri si duket që ka qenë më avancuar dhe Gashiani shënon, mirë po asistenti ngrit flamurin, merr vendim fushë për pozitë jashtë loje, mirë po në bazë të këtyre pamjeve që kemi, shihet që lojtari me të bardha e mban në lojë sulmuesin e Llapit Tahiri dhe me intervenimin e varit dhe me pamjet që kemi përmes vijave, shohim që lojtari Tahiri ka qenë në pozitë të rregullt dhe goli që ka shënuar Gashiani pra është gol i rregullt. Në ndeshjen e Suareka Drita zhvilluar kemi minutën 78 një rast në të cilën gjyqtari nuk ka marrë vendim në fushë për penallti, mirë po pas intervenimit të varit kemi të bëjmë me një penallti, ja shiqohet si është kontakti, domethënë lojtari lirohet nga topi Dabiçaj dhe shiqohet këmba zgjatur lojtarit të Suarekës me numër 18, që është kontakti e pengon, ja shiqohet goditja si është. Domethënë, ku me të drejtë, pas kyçes së varit, gjyqtari pas rishiqimit të këtyre pamjeve ka vendosur me të drejtë apo ka akorduar penallti. Kemi edhe rastin e fundit të kohës shtesë, domethënë minuta 91, domethënë 90+1, kemi një rast ja shiqohet se si gjatë një krosimi nga nuk kemi këtu ndonjë mbajtje apo tërheqje të lojtarit, mirë po shiqohet se si është luftë për top, një mbajtje e lehtë, ja shiqohet si rrëzohet lojtari, domethënë nuk kemi të bëjmë me ndonjë tërheqje apo mbajtje e cila do të ishte mjaftueshme për penallti, kështu mbas të këtyre pamjeve, gjyqtari dhe pas kontrollimit të varit me të drejtë ka lejuar që loja të luhet. Në këtë ndeshje kemi vetëm një rast të minutës 21, kemi ndërhyrjen, ja shiqohet ndërhyrjen e lojtarit të Prishtinës se si është me të dy këmbët, ja shiqohet me këmbën si është zgjatë, domethënë këmbë zgjatur, taka ngritur, intensiteti i lartë. Këto kritere hyjnë në ndërhyrjet serioze që cënohet shëndeti i lojtarit. Pra, me të drejtë, gjyqtari pas rishiqimit të varit ka ndërshkruar me të drejtë me karton të kuq. Në këtë ndeshje ndërmjet Gjelanit dhe Dugaxhinit i kemi shkoqitur dy raste, rasti i parë i minutës 78 është një ndërhyrje e lojtarit të Gjelanit, ja shiqohet si është ndërhyrja, shihet që është një goditje me gjuhën në këmbën e djathtë, e cila është mjaftueshëm, domethënë ka intensitet dhe ja shiqohet se si Berisha do të dilte në pozitë shumë të mirë për të shënuar afër portës, kurse shiqohet se si e pengon domethënë me gjuhë, domethënë ja hub ballancimin lojtarit dhe shiqohet se si rrëzohet me të drejtë, duhet kjo që të akordohet penallti. Gjatë konsultave të varit, sipas mendimit të asistentit të varit, nuk ka qenë kjo mjaftueshëm kontakt, nuk ka qenë një kontakt i lehtë. Mirë po, i kisha sugjeruar si varit si të gjithë, duhet që të thirret në këtë rast e gjyqtari, sepse këtë pamje, këtë ndërhyrje është shumë vështirë tash, se ndodhet prapa gjyqtari, domethënë pamjen jashtë çfarë si ka pamjen gjyqtari, po duhet domethënë i bie prapa ose behind që thonë anglisht, duhet që ti sugjeroj që të vjen në rishiqim
Dhe kështu që shihet që këtu do më thonë do t'ishte penalti si pas kriterëve ose pas pamjeve që kemi ofruar nga VAR dhe nga 7 kamera që i kemi. Kemi edhe rastin minutës 90, të cilën e kemi shkoqitur se kanë lind ndryshime se ka qenë ndërhyrje në lojtarin numër 7 Gjelanit, mirë po shihet se si lojtari Gjelanit kërcen për top dhe shqetësohet se si lojtari me numër 2 Plana bën shtyren me pjesën e brylit dhe të krahit në trupin e lojtarit Gjelanit, ku gjyqtari me të drejtë ka akorduar goditje të lirë, ku nga kjo goditje e lirë ka pasur edhe goli i barazimit. Pra, për të hequr dilemat e kemi qitë që ka qenë ndërhyrje, ku ka qenë goditje direkte në favor të ekipit Gjelanit.